Një magazin është përfshirë nga flakët pas ditën e kësaj të enjteje në shkozet të Durrësit, duke shkaktuar dhe ndërprerje të energjisë elektrike në një pjesë të zonës. Në vend ngjarje u angazhuan 6 mjete zjarr fikse, të cilat punuan për vënien nën kontroll të flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në objektet përreth. Për arsye sigurie, energjia elektrike u ndërprer në nën stacionin e Shkozetit, duke lënë pa furnizim me energji një pjesë të zonës. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar pasi 2 kabllot të tensionit të lartë janë shkëputur dhe kanë rënë mbi magazin. Ndërkohë, një tjetër vatër zjarri ka shpërthyer pasditën e së enjtes në territorin e bashkisë së Belqit. Flakët janë shfaqur në zonën mes fshatrave Seferan dhe Emerhoj dhe të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë janë përhapur me shpejtësi duke përfshirë sipërfaqe me ullinj, shkure, bimësi dhe parcela bujqësore. Nga zjarri janë dëmtuar disa parcela me ullinj, ndërsa flakët kanë avancuar duke rrezikuar banesat. Në terren janë angazhuar forcat zjarfikse të Bashkisë Belq dhe strukturat e emergjencave civile, të cilat kanë punuar për izolimin e flakëve.